Një administrat absolutisht ndryshe nga ajo që kemi pasur deri disa vite më parë, që klima e biznesit të jetë pozitive, që kompanitë të performojnë pa u ndjerë nën presionin e vazhdueshëm të kërkesës për rishfet apo të korrupsionit, siç ka ndodhur deri jo shumë vite më parë. Dhe patjetër që duhet një administrat që është e mirë pozicionuar në raport me qëllimet e shpallura të qeverisë për t'ia dalë që në fund të ditës rritja ekonomike të përkthehet në rritje pagash, në rritje pensionesh dhe në më shumë të drejta. Kur flas për drejta, nuk flas thjesht dhe vetëm për të drejtat që i shkojnë menjëherë në mend gjithsecilit kur përmendet kjo fjalë, po flas për shembull dhe për të drejtën e një page më të madhe për shkak të vjetërsisë së punë. Nuk e kemi pasur, sepse s'kemi pasur mundësinë, jo sepse nuk e kemi njohur një të drejtë të tillë. Sot mësuesit, mjekët, infermierët, punonjësit e policisë, forcat e armatosura, marrin edhe bonusin apo pagën ekstra të vjetërsisë në punë. Nuk mund të paguhet njësoj dikush që ka një vit që punon me dikë që ka 15 vjet në punë. Këtë e kemi ditur, por nuk kemi mundur ta materializojmë. Pse? Sepse ekonomia nuk na ka dhënë këtë mundësi, sepse të ardhurat e mbledhura nuk na kanë dhënë këtë mundësi, sepse administrata që kemi pasur nuk na kanë ndihmuar sa duhet për t'ia dalë dhe për ta realizuar këtë mundësi. Sot e kemi, sepse ekonomia na përgjigjet edhe sepse administrata na ndihmon. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korrupsion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për çart. Natyrisht që sot flitet më shumë për korrupsionin, për qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Qoftë për shkak se si asnjëherë më parë i është hapur korrupsionit luftë, dhe lufta i është hapur në radh të parë politikisht nga një forcë qeverisëse që ka udhëhequr një reformë që ka çliruar duart e drejtësisë. Ashtu sikundër, nuk mund të ketë korrupsion në rritje dhe të ketë rritje pensionesh me një projekcion i cili është i përfshirë në parashikimet buxhetore të 4 viteve, ku çdo janar rritja do të dyfishohet. Që do të thotë në janarin 2028 do të trefishohet, në janarin 2029 do 4 fishohet, dhe në janarin 2030 do 5 fishohet. Si bashkohen këto bashkë? Nuk mund të ketë korrupsion në rritje dhe të ketë shumë më shumë përfitus nga garat publike. Këto janë fakte. Nuk mund të ketë korrupsion rritje dhe të hapen 2000 disa qindra biznese të reja në 2 muajt e fundit. Të gjitha këto nuk duan të thonë që nuk ka korrupsion. Por duan të thonë që është një proces transformues që pasqyrën e ka jo tek të dhënat apo tek pasqyrimi që i bën njëra palë apo para tjetër, por e ka tek pasqyrimi objektiv i këtij transformimi nga Komisioni Evropian.